Historia mes përfaqësuesës së Kosovës dhe kombëtares së Shqipërisë ka mbërritur në një absurditet në kohët e fundit. Po flasim më saktësisht për ambientin sportiv në tërësi dhe jo vetëm për dy federatat e futbollit. Trajner, analist dhe gjitholog të ndryshëm e kanë quajtur Ednik Brutin si tradhtar, vetëm për shkak se la Kosovën dhe erdhi te Shqipëria. Dardanët reaguan menjëherë me rastin e gallopenit të Prishtinës. Kjo pasi Dardanët kërkojnë që ta djegin dhe t'i heqin mundësinë për të qenë pjesë e kuqëzive në të ardhmen. Megjithatë, Shqipëria vazhdon të shkaktojë zhurmë në ambientin sportiv në Kosovë dhe këtë herë merr një prej gazetarëve sportiv më të njohur në vend, Arlind Sadikun. Ky i fundit ka treguar se nuk ka marrë akreditim për ndeshjet e Kosovës, pasi nuk sponsorizon punët e Federatës Kosovare të Futbollit dhe shpesh del kundër tyre. Me që Federata e Futbollit nuk po më akrediton për të përcjellur ndeshjet e Kosovës, edhe unë po ja bëj si lojtarët. Javës tjetër do të jem në Wembley për të ndjekur ndeshjet Angli-Shqipëri. Kosova në ka përcjellur gjithmonë, që kur isha fëmijë, prej ndeshjes me Haitin dhe pothuajse në të gjitha ndeshjet brenda dhe jashtë vendit. Jam krenar që asnjëherë nuk jam ulur në gjuhë Jangim Ademit, për asgjë, asnjëherë. Nuk do të bie as tani në gjunjët e tij. Nuk do të bie as për të më kthyer akreditimin. Donse kjo që po bën Federata Kosovare e Futbollit është shkelje e rëndë dhe padrejtësi e madhe ndaj fjalës së lirë, duke mos akredituar gazetarët, pa asnjë arsye. Herën e kaluar në Rumani, Federata e Futbollit të Kosovës u andaloi futbollistëve që të prononcoheshin për mua. Pavarësisht kësaj, unë blodha qindra materiale nga ndeshja kur rumunët na kishin sharë ofenduar dhe ata i përdorën si prova që UEFA të dënonte Rumanin. Dilni dhe tregoni tani se kjo nuk është e vërtet. Ua kam thënë që se kam bërë për ju, se nuk e meritoni, por për vendin tim. E dua Kosovën, por e dua edhe Shqipërinë, shkruan Arlind Sadiku. Një blerje e re e Shqipërisë, por e një lojtari i cili është me eksperiencë, teksa Sadiku ka mbuluar edhe Europianin e Gjermanisë më përpara, ku ishte pjesë edhe Shqipëria, dhe kjo nuk do të jetë era e tij e parë që do të gjendet afër kuqezinjve, ndërsa nga ana tjetër, me siguri që në Federatën e Futbollit të Kosovës, pasi ta shikojnë këtë kronik, mund të friksohen dhe të rikthehen në shtëpi Arlind Sadikun, nëse do të funksionojë e njëjta skem si për gallapenin e Prishtinës edhe për Arlind Sadikun.